Qyteti i Torontos ka mirëprito vitin e ri 2026 me një atmosferë festive, energji pozitive dhe pjesëmarrje masive të qytetarëve dhe vizitorëve nga e gjithë bota. Në mesnat, qielli mbi waterfrontin e Torontos u ndriçua nga një shfaqje madhështore fishek zjarrësh, duke krijuar një spektakël unik që u reflektua mbi liçenin Ontario dhe skyline-in e qytetit. Mijëra qytetarë u mblodhen përgjatë zonës së Harbour Front për të përjetuar nga afër momentin e ndërrimit të viteve. Festimet u shoqëruan me muzikë live, performanca artistike dhe aktivitete festive për të gjitha moshat, duke e kthyer natën e vitit të ri në një ngjarje gjithëpërfshirëse dhe të sigurt për familjet. Për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve gjatë natës festive, transporti publik në Toronto u ofrua falas, duke përfshirë TTC, Go Transit dhe UP Express, një iniciativë që u mirëprit gjerësisht nga publiku. Dita e 1 janarit në Toronto nisi më qetë, me shumë qytetarë që shijuan shëtitjet në qendër të qytetit, ndërsa institucionet publike, bankat dhe shumica e zyrave qeveritare qëndruan të mbyllura për shkak të festës. Toronto edhe këtë vit dëshmoi se mbetet një nga qytetet më dinamike dhe më të organizuara të Amerikës së Veriut në festimin e vitit të ri, duke ofruar siguri, kulturë dhe frymë bashkimi për të gjithë komunitetet që jetojnë këtu.